Një 44 vjeçar nga Shkupi është dërguar në paraburgim për 8 ditë, pasi dyshosi i vuri flakën 2 automjeteve diplomatike në pronësi të ambasadës së Bullgarisë në Shkup. Vendimi është marrë nga gjykata themelore penale në Shkup me kërkesë të prokurorisë. Sipas hetimeve, ngjarja ka ndodhur më 15 qershor rreth mesditës në bulevardin Mitropolit Teodosi Gologanov. I dyshuari fillimisht ka bler benzinë në një pompë karburanti pranë ambasadës. Më pas është afruar te automjetet e parkuara, i ka spërkatur me benzinë i ka vënë flakën. Pas incidentit, ai është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa është identifikuar me ndihmën e kamerave të sigurisë. Prokuroria ka ngritur dyshime për veprën penale shkaktimi rrezikut të përgjithshëm, duke vlerësuar se zjarri ka rrezikuar sigurinë e qytetarëve dhe ka shkaktuar dëme materiale. Duke pasur parasysh se ngjarja ndodhi në një zonë të frekuentuar dhe në mes të ditës, organet e ndjekjes penale kërkuan caktimin e paraburgimit. Rasti ka nxitur reagime edhe në nivelin politik. Qeveria e Maqedonisë së Veriut dënoi ashpër incidentin, duke theksuar se sulmet ndaj objekteve dhe pronës diplomatike janë të papranueshme dhe cenojnë marrëdhënien ndërkombëtare. Ngjarja u dënua edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme e Bullgarisë, e cila vlerësoi se incidenti është pasojë gjus agresive politike dhe nxitjes së urrejtjes, ndërsa kritikoi reagimin institucional në raste të ngjashme të mëparshme. Ndërkaq, në lidhje me këtë rast, Fondacioni Bullgar Maqedonia ka paralajmëruar se të dielën do t'i bllokojë 3 pikat kufitare ndërmjet të Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Bllokada, siç njoftuar nga fondacioni, është e koordinuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Bullgarisë dhe do të zgjasë 2 orë, nga ora 11 deri në orën 13. Qëllimi i bllokadës, siç shtoi nga Fondacioni Bullgar, nuk është pengimi i qytetarëve për të kaluar kufirin, por për t'i dërguar një mesazh kryeministrit Hristijan Mickoski se pushteti në Shkup nuk mund të vazhdojë me, si thon ata, represionin.